Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mirëmbrëma kudo që na shikoni. Komuniteti ndërkombëtar përshëndeti forcërisht kompromisin që bëri Kurti me Bashkimin Evropian lidhur me zbatimin e ligjit për të huajt. Kam ftuar për analizë kolegun mikun Afrim Kasolli. Kasolli, faleminderit për kohën. Letësit jemi së bashku. Një ditë pas, 2 ditë pas, si ta themi kështu, gjithë kjo jehon e një momentumi të rëndësishëm politik, po kalon në nënfrymin e debateve dhe polemikave të shumta. Kryesisht nga komuniteti i analistëve e me pak i politikanëve, por edhe ata të përfshirën këtë. Ka një gjysmë, ta them ashtu, heshtje, një ndrojtje se si të komentohet. U komentua nga PDK, por u përballë dhe me një farë mënyrë me çortim, një habi nga ana Bashkimit Evropian, si është e mundur PDK të dalë kundër një marrëveshje të tillë, që të arritur nga Kurti me Bashkimin Evropian. Ç'të thotë kjo për Kurtin? Pritje të zhbllokimit të krizës politike ose të një momentumi që janë zgjedhjet. Gjitha janë në tavolinë. Po, gjitha janë në tavolinë dhe kalkulimet, arsyet pse do thotë e dërguan Kurtin që ta bëjë këtë lëshim dhe këtë kompromis në raport me zbatimin e ligjit për të huajt, mund të jenë të ndryshme. Natyrisht aty duhet tash tensioni ka të bëjë që duhet rikujtuar sepse duhet rikujtuar qëndrimin që kishte mbajtur kryeministri Kurti sa ishte në opozit në raport me këto kompromise që tash i bën, sepse është evidente, është e qartë, do thotë transmetohet mesazhi për një zbatim të dyfish të ligjit në lëshimet e fundit që janë bërë, ku për pjesëtarët e komunitetit në shteta si serb vlen rregulla tjera, për ata të vendeve tjera, madje edhe për bashkombasit tanë, të cilët kanë në shtësi të vendeve perëndimore vlen rregulla tjera. Kjo marrëveshje politike i privilegjon pjesëtarët e komunitetit serb, jep afat më të madh gati deri një vit të çndrojnë madje edhe me dokumente që diku në mënyrë triumfaliste ishte shpallur se të njëjtat nuk kanë më vlerë dhe të njëjtat nuk kanë vend në Republikën e Kosovës. Prandaj në këtë drejtim, do thotë kritikat që kanë të bëjnë ndaj kryeministrit Kurti kanë të bëjnë me standardet e dyfishta që kanë ndjekur në këtë drejtim. Arsyet pse quhen bëri mirë apo jo? Dëgjoj tash që lëshoj pa. Duhet pak një panoramë më e gjerë në këtë drejtim për të dhënë një gjykim prerë, kështu se a ishte një veprim i dur apo jo. Për bindjen time dhe në momentumi kur u bë kjo marrëveshje edhe dinamikat rajonale që po e shoqërojnë, do thotë, si rajonin, raportet e Kosovës me Serbinë e tjera, janë një mesazh negativ për Republikën e Kosovës, nga se theksi i Kosovës do duhet të ishte dikun tjetër në këtë fazë. Dhe jo ta transmetonte mesazhin se e njëjta po vetë disiplinohet në procesin e dialogut për shkak të sabotimeve që i ka bërë këtij procesi. Ende ekziston përshtypja në komunitetin ndërkombëtar që sjelljet madje edhe jo vetëm që ekziston përshtypja, por Kosova ishte sankcionuar e izoluar ndërkombëtarisht, vetë kryeministri Kurti ishte izoluar ndërkombëtarisht për shkak të asaj përshtypje që i njëjti po e saboton zbatimin e marrëveshjeve dhe detyrimeve që ka marrë në procesin e negociatave në Bruksel. Dhe në këtë drejtim ne po e shohim, do thotë, veçanërisht kohën e fundit janë bërë të ditura, janë bërë publike një qasje të hapur militariste të Serbisë, e cila bie në kundërshtim qoftë me parimet e përvashta të politikës së jashtme dhe të sigurisë së Bashkimit Evropian, ashtu edhe në instancë të fundit me vetë qëllimet e dialogut. Po armatosin e saj me raketa supersonike kineze, do thotë me shpejtësi dhe efekte shkatruese, që është qasje e pastër militariste e cila kërcënon stabilitetin rajonal. Dhe unë mendoj që Kosova në këtë fazë, do thotë, nuk duhet mjaftohet vetëm me reagime në rrjetet sociale në Facebook, do thotë klasa politike në Kosovë, stabilishmenti qeveritar, po do duhet të ishte më aktive, më proaktive në drejtim të kërkimit ndaj partnerëve ndërkombëtar, ndaj Bashkimit Evropian, që të insistojnë që ta disiplinojnë Serbinë, që duhet të sillet apo dëshiron të sillet mirëfilli këtyre parimeve, apo ato i ka të mask për të ndjekur agjendën e saj duale. Me këtë dëshim Kurti çoi mesazhin të vetë disiplinimit të Kosovës. Vetë disiplinimit të Kosovës. Kjo është gjë e keqe thu. Absolutisht. Pranim faj se ç'bëri gjithë këto vite. Pranim faj në gjithë këto rrethana dhe në këto rrethana është gjë e keqe, sikur të ishte një Serbi tjetër, sikur të ishte një Serbi e cila ka vullnet të hapur për formalisht
deklaron se e ka, atëherë do të ishte një temë tjetër, po ne jemi tash po shihet qartë që kemi të bëjmë me një Serbi ku po militarizohet gjithnjë më tepër dhe po shndrohet në kërcënim për stabilitetin dhe sigurinë rajonale. Dhe nuk është këtë paqe nuk e kërcënon Kosova, do thotë, as normalizimin e marrëdhënieve nuk i kërcënon Kosova, por është problemi realisht është te Serbia dhe te politika duale të Aleksandar Vučićit dhe me këtë lëshim dhe me mos këtë adresim nga ana e Kosovës, dhe po me sa paqe në vetëm Kroacia tha do t'i informoj aleatët e NATO-s për këto sjellje të Serbisë, me këtë heshtje të Kosovës, do thotë, me këtë mos angazhim dhe me një rol më hiperaktiv nga Ministria e Punëve të Jashtme, nga kryeministri, në atë ditë për të adresuar para Bashkimit Evropian dhe para partnerëve këto sjellje militariste të Serbisë dhe në njëjtën kohë me gatishmërinë për kompromise të tilla për të shmangë tensionet, sepse u tha që këto lëshime i shmangën tensionet, krijojnë një përshtypje të gabuar se Kosova, dëgjoj, krijojnë një përshtypje të gabuar. Serbia të shfrytëzojë platformën e vet viktimizimit dhe në këtë rendin e ri gjeopolitik ta përdor ato si armë për ta vrarë, po them, dialogun, ambicien evropiane. Serbia mund të përdor karta të ndryshme politike. Nuk e mohojnë në këtë fakt. Intencën politike të Serbisë që natë ditë të angazhohet për të sabotuar realisht procesin e dialogut dhe normalizimin. Por unë po flas për detyrat e shtetit të Kosovës në raport me këto dinamika, sepse unë nuk po them pse Kosova nuk ka ndërmarrë veprime për ta limituar Serbinë që të riarmatoset dhe të manifestoj hapur qëllimet e saj militariste, imperialiste. Nuk është Kosova. Po e të paktën duke mos bërë asgjë. Ne s'kemi parë, do thotë, as në takimet që pat kryeministri Kurti, si me diplomatë perëndimor, si me dërguarin për dialogun, ne po as mos adresim nga Kosova, asnjë fjali nga Kosova në drejtim të kësaj teme e cila është kërcënim për stabilitetin rajonal. Baze po punojnë ngushtë me aleatët jashtë syve të media. Tash kjo mbetet baze po punojnë për unë tash veprimet okulte nuk mund të interpretoj. Ajo që unë do thotë bëj gjykimin politik, pajtohem plotësisht ajo që unë bëj gjykimin politik. Mendojnë edhe masa e atyre votuesve që nuk bëjnë pas e pyetje. Që të mos informohemi ne, mund të jetë kjo mirë, pa ajo që unë bëj gjykimin publik, do thotë është e papranueshme dhe nën sens logjik, do thotë kjo sjellje e qeverisë së Kosovës që në këtë moment delikat, sikur ta transmeton mesazhin që nuk shqetësohet fare në komunikimet me partnerët ndërkombëtar për këtë kërcënim rajonal gjeopolitik që vjen nga Serbia dhe në të njëjtën kohë të shpreh vullnet dhe gatishmëri për lëshime që është e qartë transmetojnë mesazhin për standardet e dy fishta të zbatimit të ligjit. Dhe kjo mund të lidhet edhe me një temë tjetër, do të thotë me atë të politikave energjetike. Ne kemi parë që serbët në veri kanë tarifa tjera, qytetarët e pjesa tjetër e qytetarëve të Kosovës kanë tarifa të tjera. Pra krijimi një lloj përshtypje sa i përket legalizimit të dy standardeve, dy normave ligjore, dy metodave të ndryshme të aplikimit dhe trajtimit ndryshe të pjesës tjetër të qytetarëve të Kosovës dhe ndryshe të qytetarëve serb. Kasolli, më duhet ta risjell para shikuesve më shumë një citat të ish ambasadorit amerikan, Jeff Havenier, teksa shpreh të zemrim sistematik për sjelljet e leadershipit, sidomos të kësaj qeverie në raport me dialogun dhe temat e ndjeshme që mund të shkaktonin për shkallëzim të situatës. Në një moment, në Prishtinë u tha liderëve, mos urinoni në pragun e klubit nëse dëshironi të merrni pjesë në të. Kjo ishte një fjali shumë e drejtë për drejtë e rëndë e ish ambasadorit amerikan. Sot, ambasada e Shtetet Bashkuara të Amerikës përshëndeti kompromisin që bëri Kurti lidhur me zbatimin e ligjit për të huajt. Në fakt është gjuha njëjtë, siç ka përdorur ambasada e Shtetit Bashkuara, Departamenti i Shtetit ndaj kësaj udhëheqje aktuale, edhe udhëheqjeve të tjera në mënyrë të vazhdueshme, është gjuha njëjtë. Ambasada e Shtetit Bashkuara, siç thotë zëdhënësi i saj për Gazetën Ekspres, e mirëpret njoftimin për marrëveshjen e arritur lidhur me zbatimin e ligjit për të huajt. Ne përgëzojmë angazhimin e palëve për këtë çështje me qëllim arritjen e një zgjidhje të pranueshme për të gjithë. Çdo ndryshim që prek komunitetin serb të Kosovës duhet bëhet në konsultim të ngushtë dhe me miratimin e komunitetit serb të Kosovës thuhet në përgjigje. Është një deklarat, po duhet ta them që është përsëritur në mënyrë të vazhdueshme sa herë që qeveria e Kosovës ka ndërmarrë, siç është thënë, veprime
të saja për t'i dhënë kuptim sovranitetin veri, por që janë cilësuar të njanshme. Ka solid dhe edhe tash është fjalia njëjtë e Shtetit Bashkuara. Dëgjoni, që përshëndet retorikën, sjelljen e Prishtinës zyrtare lidhur me një proces të ndjeshëm. Kjo është e pritshme, do thotë, është mase e pritshme kjo qasje, do thotë, afirmative e komunitetit ndërkombëtar në raport me këto lëshime. Ajo që ne kemi problem, do thotë, është me sjelljen e qeverisë së Kosovës, e cila në mënyrë të vazhdueshme po krijon impresione sikur po I reziston jo vetëm Serbisë, por edhe komunitetit ndërkombëtar sa I përket detyrimeve, duke agravuar tensionin me partnerët ndërkombëtar dhe më pastaj duke e bërë që kompromisi të duket diçka si I domosdoshëm dhe I mirë pranuar. Ajo do thotë që është për ne evidente dhe që duhet të insistojmë, ta mbajmë në dritën e analizave, është kjo qasje e dyfisht në njërin anë për efekte të brendshme elektorale, duke krijuar përshtypjen se kjo është qeveria e vetme e cila po I reziston presioneve ndërkombëtare, madje cili ka qenë argumenti kryesor, që ne është dashur sipas këtij pushteti që është dashur të përballojmë edhe sanksionimet ndërkombëtare. Cili ka qenë argumenti, teza kryesore e këtij pushteti? Ka qenë kjo se Shtetet e Bashkuara të Amerikës së Bashku me Bashkimin Evropian, duke dashur ta shkputin Serbinë nga Rusia, duke dashur po insistojnë që të bëjnë kompromise në dëm të Kosovës. Dhe në përputhje me këtë zotim të këtij pushteti kanë dështuar përputhje, sepse ne sot e kemi një Serbi, si thash në fillim, e cila po riarmatoset nga Kina dhe qeveria e Kosovës po bën kompromise në procesin e dialogut me atje larg syve të opinionit publik, pa që në gjendje ta mbrojë para partnerëve ndërkombëtar kauzën e saj kryesore se si është justifikuar publikisht në raport me sanksionimet dhe tensionet ndërkombëtare. Kjo është problemi unë që kam me Po ti kuptim tash sovraniteti. Po ky është janë këto pyetje legjitime. Janë absolutisht janë pyetje legjitime të cilat duhet t'i adresojmë. Qeveria kurde që ndërtojnë një raport tensioni me komunitetin ndërkombëtar. Dhe në mos Kosova ka embargo nga BE. Është në embargo. Figurativisht po them, përdori shprehjen embargo, masa izoluese, masa ndëshkuese me Washingtonin. Kemi një raport të pezulluar dialogu strategjik. Kosova ande po shihet, nuk fitoi asnjë gjë, kur ti bëri këtë kompromis, lëshoi por a do të mund të nxjerrte Kosovës këto dy lajme? Absolutisht do të ishte një sjellje tjetër, Kosova do të mund ta shfrytëzonte edhe këtë marrëveshje për përfitime më të mëdha diplomatike për saj. Mirë, po është kjo qasje e brendshme elektorale, duke e shfaqur të fortin dhe rezistuesin ndaj çdo presioni për ta mbrojtë Kosovën që la ka prunë këtë situatë, pastaj edhe kompromiset mos përkthehen në favore diplomatike për Kosovën. Ne kemi humbur, do të ka humbje të jashtëzakonshme Kosova, për shkak pikërisht kësaj qasje ka humbje të jashtëzakonshme diplomatike, do thotë veçanërisht mos antarësimi në Këshill të Evropës, sot ku jemi sa I përket lajmit bombastik kur Kosova kishte aplikuar për fillimin e procedurave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Kanë ngjecur këto procese. Pse kanë ngjecur? Për arsye të kësaj qasje duale që kanë ndjekur në raport me dialogun qeveria e Kosovës, duke I tensionuar raportet me partnerët ndërkombëtar deri në maksimum dhe me pastaj që kompromisi të mos përkthehet edhe në favor diplomatik për shtetin e Kosovës, por vetëm në fitore personale për kryeministrin Kurti. Këtë drejtim duket fitore personale. Po ndonjëherë kjo tash mund të jetë arsyeja për këtë kompromis, arsyet për këtë. Mund ta nxjerrte Kurti tani do mund ta nxjerrte lajmin nga Bashkimi Evropian se Kosovës I aprovohet aplikimi për të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian. A do të mund ta nxjerrte lajmin që Kosova nga nesër e tutje nuk është në masa ndëshkuese nga Bashkimi Evropian? Absolutisht, në pajtojmë, jo vetëm këtë lajm, por janë disa temat mëdha, unë prapë po them që janë disa temat mëdha që Kosova do të kishte mund të shfrytëzonte në favor të saj, sikur të kishte ndjekur një qasje tjetër në raport me këtë proces që ka ndjekur deri më tani. E para, do thotë kjo siç e përmendën, do të jepej një sinjal që gatishmëria e saj për kompromis mund të përkthehej në zhbllokim dhe në debllokim të agjendës euro-integruese të Kosovës në gjitha strukturat e saj, jo antarësim të menjëhershëm, por e kam fjalën vetëm fillim të procesit dhe jo vetëm kjo të kalonte me një duar trokitje apo me një përshëndetje diplomatike për shtetin e Kosovës, por asgjë
me tutje që të Çka përkthehen konkretisht në Kosovë? Vetëm duar trokitje. Nga kurti i ri në politikë. Aktualisht vetëm duar trokitje momentale, vetëm duar trokitje momentale, do të momentit nga përfaqësuesit e vendeve nga përfaqësuesit e vendeve mike diplomatike, por jo ndonjë hap konkret në drejtim të zhbllokimit dhe deblokimit. Nuk dyshoj asnjë gjë. As dje, as sot. As Shtetet Bashkuara. Ajo që ndryshoi ishte Kosova me udhëhecin e saj, zotin Kurti. Me udhëhecin dhe duke e rënuar tezën e tyre kryesore, siç thash, politike, të cilat tensionet me bashkësinë ndërkombëtare i kanë justifikuar nga nevoja që të mos bëhen kompromise në dëm të Kosovës për ta shkputë Serbinë nga orientimet e saj lindore politike. Dhe ne sot e kemi edhe më theksuar këtë orientim të Serbisë në drejtim. Serbia po militarizohet, po të nën stabilitetin dhe stabilitetin në rajon. Kosova po bën kompromise momentale duke krijuar përshtypjen se barra dhe faj mbi Kosovën. Dhe ajo që është dashur Kurti këtë bëri krek për interesat të tij personale. Që ta kompenzoj rolin e faktorit Osmani në politikën e jashtme. Dëgjoj, ne kemi parë do thotë ne kemi parë, ajo ka qenë që të shqihet si adresa që merr vendime. Evidente. Një politikan që ka një kurs ka vendosur ta ndryshojë kursin në raport me procesin e dialogut me Serbinë, me komunitetin ndërkombëtar. Por apo i besojnë, apo e shohin si hile. Dëgjoj, ti e din si funksionon bashkësia ndërkombëtare. Dëgjoj, në këtë drejtim ti e din si funksionon. Me një veprim a mund t'i besojnë? Me një veprim nuk them që mund t'i besohet, mirë, po nëse një lider politik mund të jetë i dobishëm në raport me projekcionet e tyre, nuk do të thotë që s'ndron çësia e komunitetit, sepse nuk ka armiqësi përjetshme ideologjike. Mirë, po ne veç ta bëjmë. Ne kemi parë raste të ndryshme, për shembull në një emision të kaluar, me sa më kujtohet vet ju pat marr shembull për liderin e aktual të Sirisë. Nga një person dhe Kurti nuk është në nivelin e liderit të Sirisë, i cili ka qenë i akuzuar, i kualifikuar në ndjekje si... Po u përshtatet me agendën e tyre, i mirëpritur, ta hapin derën. Po tregove Grindavec e pson fatin të cilin e ka pasur deri më tani. Dhe ne kemi qenë dëshmitar, është fakt evident që kohën e fundit praktikisht Albin Kurti ka qenë izoluar nga partnerët ndërkombëtar. Asnjë vizitë rëndësishme përjashto ato takimet bilaterale me kryeministrin e Maqedonisë, me kryeministrin me Mickovski, nuk ka pasur takime të niveleve bilaterale me asnjë prej diplomatëve perëndimor. Kryesisht to kanë qenë të lidhura me theks veçantë me temën e dialogut. Ne do të duhet të shlirohemi nga iluzionet në Kosovë, pavarësisht që retorika perëndimore bën thirrje për luftim kundër korrupsionit, sundim të ligjit, zhvillim ekonomik e tjera. Tema e dialogut ende është tema primare e bashkësisë ndërkombëtare dhe mirënjohja, pranimi apo mos pranimi një lideri politik të Kosovës nga partnerët ndërkombëtar është e lidhur kryesisht me vullnetin dhe gatishmërinë për zbatim apo refuzim të këtyre detyrimeve që çka fitoi Kosova, çka fitoi Kurti, ose çka humbi Kosova, Kosova humbi vite, Kosova humbi izolim, humbi për shkak të këtyre sjelljeve Kosova humbi antarësimin në Këshillin të Evropës, që është njëra prej humbive më të mëdha, sepse antarësimi në Këshillin të Evropës, pavarësisht që Këshilli i Evropës nuk është i nivelit të organizatave tjera siç janë Bashkimi Evropian e NATO, megjithatë do ta avanconte dhe do ta konsolidonte jashtëzakonisht në mënyrë të rëndësishme avancimin ndërkombëtar të shtetit të Kosovës. Ju nënshtru mos flasim edhe për humbjet financiare, do thotë mos flasim për humbjet financiare për shkak të masave sankcionuese, mirë, po imazhi ndërkombëtar, dhe ka edhe teza dhe analiza, do thotë ka edhe analiza të ekspertëve ushtarak, me sa diun në këtë studio janë thonë nga ish kryeministri Agim Çeku që edhe njëra prej arsyeve që Serbia ka kalkuluar me veprimin e saj paramilitar me 24 shtator ka qenë pikërisht për shkak të goditjes diplomatike që mori Kosova pak ditë para këtij sulmi, nëse mban mend bashkëbisedim me ju, sepse u kriju përshtypja me Kosova u izolu dhe u penalizu ndërkombëtarisht, atëherë Serbia ta shfryzoi këtë shans për gjendjen e pafavorshme të shtetit të saj për të realizuar qëllimet politike, për të realizuar qëllimet e saj politike në pjesën veriore. Dhe në fundit, ne ende do të sa i përket atij sulmi, ende Serbia nuk ka marrë asnjë ndëshkim ndërkombëtar. Kosova ishte sulmuar dhe ishte nga grupe paramilitare. Do të jetë shëtitje të lirë në Serbi. Shëtitje të lirë, ka kërkesë që i njëjtit është në byron e Vučićit atë, gjithaj kampi kriminalëve. Ka kërkesë që i njëjtit të dënohet apo të në Serbi, po këtu kemi edhe një dështim tjetër të politikës së jashtme
të Kosovës, e cila ka bërë thirrje në mënyrë të vazhdueshme që dialogu nuk bën të vazhdojë, më lejo veç ta përfundoj këtë, që dialogu nuk guxon të vazhdojë pa ndëshkimin, kemi edhe rezolutin e Kuvendit të Kosovës për këtë temë pas agresionit paramilitar të Serbisë mbi territorin e Kosovës me 24 shtator, që dialogu nuk bën të vazhdojë pa dorëzimin dhe gjykimin dhe ndëshkimin, madje edhe ndëshkimin dhe sanksionimin ndërkombëtar të Serbisë. Asnjëra prej këtyre nuk ka ndodhur dhe ne pam, nëse nuk janë takuar drejt për drejt kryeministri Kurti me Aleksandar Vučićin, ajo që u pa pas entuziazmit të përfaqësuesve të Bashkimit Evropian me dakordimin e qeverisë së Kosovës mbi zbatimin e dyfisht të ligjit për tuaj, u po që ka pasur negociata të vazhdueshme për këtë temë. Do të negociatat nuk janë ndërprerë dhe asnjëri prej këtyre qëllimeve të politikës së jashtme të shtetit të Kosovës të proklamuara me bujë për konsum të brendshëm elektoral e politik nuk është zbatuar, gjë që e vendos në një pozicion defanziv mjerësh dhe fatkeqësisht shtetin e Kosovës në një kohë kur në një kohë kur Serbia hapur dhe në mënyrë brutale po I sfidon qëllimet e dialogut, sepse Serbia në fundit nëse riarmatoset, qëllimet e saj militariste janë të drejtuara kryesisht kundër Kosovës e formalisht në procesin e dialogut është pajtuar që dy vendet, të gjitha mosmarrëveshjet që I kanë ndërmjet vete duhet I zgjidhin vetëm në mënyrë paqësore. Përkundër që I ka dhunuar këto parime në mënyrë të vazhdueshme, vazhdon të jetë imun sa I përket ndëshkimeve ndërkombëtare. Një bilanc situate duhet ta nxjerrim. Kurti, profilin e tij politik e ndërtoi mbi antagonizmin e thellë, mbi kundërshtimin e thellë ndaj secilës politik, ndaj secilit kurs që ndoqi, si zoti Thaçi, si pasardhësit e tij, ma vonë një proces, po them edhe ashtu të zëshëm dialogut në mësuar nga Bashkimi Evropian. Nga 2013 këtej, Kurti edhe më herët kishte dalë në rrugë, por bashkë koordinoi veprimet edhe me parti tjera dhe doli në rrugë, nxorri popullin në rrugë për të fajsuar zotin Thaçi dhe tjerët, si janë tradhtar të vendit, po bëjnë tradhti ndaj vendit me një proces të bisedime me Serbinë, duke bërë çdo kompromis që vetë të mbjetojnë në pushtet. Erdhi në pushtet, zoti Kurti me 14 shkurt 2021, edhe në qeverinë e parë, po nga 14 shkurti këtej, ndërtoi këtë kurs që ndërtoi, ka këtë kos të Kosova që pati e izoluar, tensionoi raporte me BE-n dhe prapo kthy në pikën zero. A duhet mbahet përgjegjës Kurti për këtë lëshim për serbët për 12 muaj, sepse dyshimi është që gjithë kjo mund të jetë lidhur me Zajednicën, asociacionin. Me dokumentet të pranuara ti mbetet gjithë kjo barë asociacionit të komuna me shumicë serbe. Ndëgjori tash, kjo është dyshimet. Rit. Ne duhet jemi sinqert në këtë drejtim. Nga profili heroik I Kurtit, ja ti Kurtin se më thatë nga profili heroik I rrem I Kurtit nëse flasim mbi gjendjen e tashme. Ndëgjoj, tash nga unë e di që mund të keq kuptohet kjo që po e them, por unë këtu nuk e zë fajtuar kryeministrin Kurti. Nuk e zë, po shtin thojza termin fajtuar që të mos keq kuptohet, absolutisht që nga prizmi interesave shtetërore, normal që kjo është humbje e madhe sepse prej vitit 2014 e këndejnë e sillemi brenda një rrethi vicioz. Mirë, po kjo është terren politik. Nëse Kurti ka arritur që të ketë sukses në terrenin elektoral duke I shfryzuar këto karta, është edhe dështim I atyre që kanë humbur pse s'janë kanë në gjendje të mbrojnë sukseset e tyre. Partnerët ndërkombëtar nuk mbrojtën mjaftshëm. Disa koka kryeministra shkuan. Dhe partnerët ndërkombëtar lanë baltë edhe po ata kryeministra ka unë pajtohem në këtë drejtim mirë, po janë edhe disa dinamika të brendshme politike që I kanë dhënë fuqi elektorale Kurtit. Kto nuk guxojmë ti për temën e dialogut të reflektuar edhe me temën e dialogut. Tema kryesore që është termi Zajednica. Ne e dimë, dëgjoj. Njerëzit nxorrin në rrugë tema dialogut, ka thonë jo tema e korrupsionit, ka thonë jo tema e krimit organizuar. Nuk I nxorri vetë në rrugë, Nuk I nxorri. I nxorri me bashkëpunëtorët e tij politik, me zotin Haradini dhe me zotin Limaj. Pra janë edhe këto rivalitetet të brendshme dhe këto dinamika të brendshme politike që I krijuan një terren të favorshëm për të përfituar mbështetje elektorale kryeministit Kurti. Prandaj për aq ky sa është fajtor sa I përket manipulimit me këto tema që në fund janë rikthyer në bumerang të interesave shtetërore duke mbajtur vendin peng, po ashtu edhe ata të cilët kanë pasur obligim të sillen në një mënyrë tjetër politike duhet ta pranojnë përgjegjësinë dhe fajin e tyre pse nuk kanë qenë në gjendje që ta neutralizojnë dhe ta demantojnë
Albin Kurtin si opozitar dhe duke mos i krijuar terren për këtë figurë, Po e bëj këtë pyetje për shkak që tash kryeministër, natyrisht që në historikun Kurti thash bashkëpunoj me tjerë, gjeti bashkëpunëtor për ta krijuar shtratën e atij rrëfimi heroik personal, mbi të cilin pastaj dhe erdhi në pushtet dhe me kauza tjera për krime, korrupsione, thash kështu me radhë. Dëgjoj, këtu duhet ta bëjmë një ndarje, do të thotë një ndarje, këto dinamika i kanë krijuar përfitime politike personale kryeministrit Kurti, duke ne po e shohim edhe rezultatin, por që tjetër është më pastaj këto përfitime të tij personale nuk janë përkthyer në përfitime shtetërore. Dhe tash është edhe detyra e subjekteve tjera parlamentare që duhet të angazhohen dhe ta bindin opinionin pse sot janë kundërshtim këto dy lloj trende politike. Nuk mund ta bëjmë unë dhe ti rrit këtu nga studiot televizive. Absolutisht. Ne vetëm mund bëjmë konstatime mbi këto kundërthënie që ekzistojnë në raport me sjelljen politike të Kurtit dhe interesave shtetërore, sepse Kosovës çështja është a duhet mbahet dikush përgjegjës, se kam fjalën politikisht. Absolutisht, larg asaj, që duhet mbahet. Vite të humbura ka solli. Jo që duhet mbahet përgjegjës, por fatkeqësia është askush nuk po mbahet përgjegjës. Me një vokabular politik që helmoi shoqërinë, ndërtoi armiq të paçën e tjera. Dëgjoj, fatkeqësia është jo që duhet mbahet dikush përgjegjës, por që nuk po mbahet mirëfilli dikush përgjegjës për këtë humbje. Sepse ajo që më shumë i kanë humbur qytetarët e Kosovës është koha diçka e cila nuk mund të Mire përmend nga viti 2014. Nga viti 2014 jemi brenda duke u shkatruar çdo mirëbesim i brendshëm politik, duke u cenur raportet me partnerët ndërkombëtar, duke mbajtur vendin thuajse në stagnim, pa asnjë përparim, domethënë ne do thotë në arenën ndërkombëtare nuk jemi nga viti 2014 për ashtu krimin e ushtrisë që u bën atku në sajtë. Edhe marrëveshjen e stabilizimit asociimit. Marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe ajo e ushtrisë, këto janë dy prej arritjeve kryesore politike dhe diplomatike të shtetit të Kosovës, dhe në anën tjetër thuaj se jemi peng, jemi në një rreth vicioz. Gjithë këto vite ishin vite të qortimit që mori Kosova nga miqtë të saj për një kurs të gabuar politik. Dhe në këtë drejtim ajo që unë mund them me përgjithësi, mund them me përgjithësi që edhe kur ka kundërshtuar, do thotë edhe në rrugë edhe kur ka qenë i zëshëm me retorikën e tij kundër këtij procesi, Kurti jo që mirëfilli ka qenë i bindur që mund ta ndalë procesin e dialogut. Sepse nëse të kujtohet edhe marrëveshja që ishte marrëveshja e Vlanit kur ishte bërë, insistimi kryesor i Albin Kurti ishte që ta merr atë lloj që ta merr procesin e dialogut. Pra, dhe këtu ne duhet ta lexojmë dinakrin, jo që ka qenë mirë, po ai ka insistuar, sepse ka insistuar që duke i kundërshtuar procesin e dialogut ta minoj rolin politik të Hashim Thaqit në arenën ndërkombëtare. Dhe kur Hashim Thaqi bëhet i papërdorshëm në arenën ndërkombëtare për shkak të pafuqisë së tij politike, për shkak të pafuqisë së tij për të zbatuar detyrimet që i merr në procesin e dialogut, është kalkuluar politikisht mbase nga kryeministri Kurti që është rruga më e dobishme dhe më e shkurtër. Është bindja dhe kalkulimi im, do thotë duke e njohur se si gjykon politikisht. Pra do thotë ne duhet ta kundërshtojmë procesin e dialogut dhe të marrëveshjeve të Hashim Thaqit për ta bërë pamundur zbatimin e tyre në Kosovë, në mënyrë që Hashim Thaqi i Brukselit, i cili pranonte në Bruksel marrëveshjet ndërkombëtare, mos mund t'i zbatonte ato në territor në brenda dhe të dobësoj roli i tij para syve të bashkisë ndërkombëtare si parakusht për një dobësim më të madh politik. Unë kështu e shoh këtë motivet kryesore të asaj përplasje të madhe, të asaj përplasje të madhe. Në fazat Kurti duhet ja kërkojnë vetë liderët politik udhëheqësit sot në opozitë. Dhanë disa deklarata ndaj këtej, vetë për u thash u kritikua nga deputeti Afan Berami. Po, ndëgjorit. A bën këto. Cili është, edhe unë kam pasur reagimin në rrjetet sociale për këtë marrëveshje. Cili është dallimi ndërmjet reagimit tim si individ dhe Partisë Demokratike të Kosovës apo LDK-s për këtë temë. Në kuvend Kosovës ti nuk je në kuvend. Unë nuk jam në kuvend. Cili është dallimi? Dy palë kemi reagu vetëm në rrjetet sociale. Unë i kam shprehur vërejtjet e mia sa i përket kësaj marrëveshje me disa shkrime, jo vetëm me një, dhe një parti politike si PDK-ja do thotë mjaftohet me një komunikat për shtyp që vetëm me një komunikat për shtyp. Do thotë a është roli i opozitës që aksionin e saj politik ta transferojë vetëm Hamza nuk folën. Nuk folën dy liderët kryesor, nuk dy liderët kryesor nuk folën. Pra kjo tregon, mendoj që ky pasivizim dhe ky rol jo aktiv i tyre, ky rol jo aktiv i subjekteve opozitare në drejtim të
kësaj marrëveshje tregon se dhe të njëjtat e kanë pranuar realisht këtë lloj marrëveshje politike të Albin Kurti. Për mua opozita e ka pranuar këtë marrëveshje. Nuk mjaftohet nuk është roli i opozitës ta zbret nivelin e aksionit politik. Reaguan disa deputet. Nuk është roli është roli i opozitës ta zbret aksionin e saj politik vetëm në reagim të rrjeteve sociale të cilën mund ta bëjë çdo individ. Opozita ka për qëllim të krijojë aksion politik. Cili është aksioni politik i opozitës në këtë drejtim? Për mua politikisht, po nuk ka aksion politik. Për mua në ndikimin e Dejës nga vikendi. Mbase, për mua politikisht, do thotë për mua politikisht, jo me deklarime formale në rrjetet. Për mua politikisht opozita është pajtuar me këtë marrëveshje. Kështu e lexon. Unë kështu e lexoj për aq kohë sa nuk është në gjendje ta demonstrojnë në mënyrë tjetër. Po pse bëj reagoj Afan Berami sipas jush? Po ndëgjoj, mund të reagojë në rrjetet sociale. Ai nuk mund të bëjë asgjë diçka. Një deputetit i reagoj bëj, duke befasishme për shkak të qëndrimeve të. Mbase duke rikujtuar që PDK-ja ka qenë konstruktive në dialog dhe si mund të lexohet. Ambroti si duhet edhe një herë komunitet ndërkombëtar, vetë partnerët që kishte zgjedhur për ta normalizuar një proces të kritik dialogu me Serbinë. Disa koka kryeministas u hongën, po them figurativisht ashtu nga shkuan disa qeveri, urzuan Kosovën në kritikat për dialogun dhe duket që BE nuk qëndroi afër ty në komunitetin ndërkombëtar. Nuk ishte shumë ngushtë për te arsyeve që i diskutuan mbrana kush ishin e tjera. Dëgjoni, nuk them që komuniteti ndërkombëtar është që veçanërisht partner kryesor sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë edhe afër kryeministrit Kurti në këtë drejtim që i sakrifikuan ish liderët politik dhe për ta privilegjuar kryeministrin Kurti. Nëse lexojmë me vëmendje. Bashkëshortja e ish ambasadori Kosnet. Po ishte ai një moment, po ishte ai një moment. Ishte ai një moment, mirë po mos harro, po e zon kryeministri i thotë që ishte quajtur George Washingtoni i Kosovës nga zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra dhe në këtë drejtim madje në goditjet diplomatike që i ka marrë nga partnerët ndërkombëtar, Hashim Thaçi nuk është se i ka marrë thujse asnjë lider tjetër, që i ka marrë Albin Kurti thujse nuk i ka marrë asnjë kryeministër tjetër sa ka qenë në pushtet. Por tjetër është më pastaj që këto nuk po reflektohen në opinionin publik dhe unë jam i bindur se çdo qeveri tjetër dhe çdo kryeministër tjetër në të kaluarën do të kishte vështirësi shumë të mëdha ti te kalonte këto goditje diplomatike që i ka marrë nga partnerët ndërkombëtar, si ja ka vazhdimisht i akuzuar. Dëgjoj, nga media shumë prezisione. Ka qenë media, ka qenë në facilitimin edhe të shërbimit ka qenë media, por nuk ka pas deklarim, nuk ka pas sanksione, nuk ka pas mosa sanksione. Jo sepse kursin që ndoqi nuk ka pas mosa, nuk ka pas deklarime kundër kryeministrit Thaçi të drejtë për drejta nga sekretari i shtetit. Përkundrazi, sekretari amerikan i shtetit e ka pritur kishte shpallur Washingtonin. Adresa miqësore të Kosovës. Po tash kjo. Adresë ku bën lojra me. Dëgjoni, tash ne duhet jemi korrekt në lexim të fakteve. Thaçi ka pasur një prej kryeministra më shumë të sulme, personalisht si politikan jo. Ka pasur edhe kryeministri Haradinaj, ka pasur edhe Thaçi, në këtë drejtim masë mund të them Isa Mustafa ka qenë më i imunizuar. Nuk mund të mohohet fakti që Albin Kurti në mënyrë të vazhdueshme kohën e fundit është goditur nga bashkësia ndërkombëtare. Në reuzim elektoral. Tash kjo është temë tjetër. Ne duhet ta diskutojmë raportin që kemi me vetveten në këtë drejtim. Pse ja arriti tash kryeministri Albin Kurti ta shndrojë në fitore elektorale atë goditje diplomatike ndërkombëtare që vështirë ndonjë lider tjetër në kaluarën do të mund ta përballonte. Kjo është problemi ne që e kemi me vetveten. Pse sot sociologjik si ka thënë gjeneratat e reja. Pse sot përjardhja e votuesve, pritjet e tyre janë edhe ndryshime sociologjike. Epoka ndryshime sociologjike që kanë ndodhur në këtë shoqëri që duhet të lexohen për ta parë pasqyrën e qartë këtyre ndryshimeve që krijojnë përshtypjen që jemi duke jetuar në dy botra tjera. Cili në vitin 2010 kryeministër apo në 2007-2008 do të mund ta përballonte pezullimin strategjik të Shtetit të Bashkuar? Do të mund ta përballonte sankcionimin ndërkombëtar? Papranueshme kishte qenë. Papranueshme. Reagimi sociale politik do të kishte pasur. Asnjë lloj shaj. Sot nuk paraqet lajm. Asnjë lloj shaj nuk e kalon në opinionin në opinionin publik dhe në disponimin elektoral të vendit. Kështu që kjo është ky ndryshim, do thotë ky raport ne që kemi me vetveten sot, si shoqëri duhet të lexohet qartësi dhe duhet lexohet edhe nga subjektet opozitare, nuk them unë që të njëjtat tash ta ndjekin kursin anti-amerikan, është anti-shtetërore, edhe këto ta çarçoj pozicionin. Absolutisht çdo përplasje e shtetit të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës vetëm në interes të shtetit të Kosovës nuk është. Dhe kjo është njëra prej arsyeve, prapë tham që këto përplasje të tilla sot po ja mundsojnë Serbisë të kalojë me lehtësi
orientimin e saj militarist dhe kërcënues për rajonin pa Por marrë nga kritika. opozita po kërkon që ajo ta maj përgjegjës Ta maj- një figurë politike që i humbi Kosovës vite. Që i humbi me një kurs të gabuar që i humbi politik. Kosovës vite dhe që ta kuptoj që të rikthehet aksionit politik, se si ata duhet ta gjejnë vetë mënyrën se si duhet të rikthehen aksionit politik një komunikimi tjetër me qytetarët e Kosovës, do të bërë përpjekje maksimale për ta qartësu këtë iluzion në cilën sot dominon, këtë lloj iluzioni në cilën sot dominon në skenën. Gjithë kjo shtyrje, ky kompromis, ky lëshimpe u bë për një arsye të madhe që ngrehet nga kritikët, edhe nga jo Kasolli, që Kurti është në deni që gjithë kjo mund të zbatohet vetëm pasi të bëhet asociacioni i komuna me shumicë serbe. Zajednica, siç i thonte Kurti dikur. Dëgjoni tash ne e dim, tjetër është diskutime të brendshme, ne e dim që Kosova edhe përkundër këtyre lëshimeve, përpos këtyre vlerësime, pra që thash momentale politike dhe diplomatike që ka marrë, nuk do të ketë përfitime të mëdha, sepse ne duhet i lexojmë dokumentet kryesore të cilat e qartësojnë rrugën e Kosovës në raport me agjendën integruese se çka kërkojnë nga Kosova. Dhe gjitha dokumentet, raportet e progresit, të fundit, po ashtu në mënyrë evidente, në mënyrë qartë e potencojnë faktin që Kosova duhet të fillojë së zbatuari detyrimet e plota që ka marrë në procesin e dialogut në raport që të përkthehet pozitivisht sa i përket agjendës së saj evropiane. Dhe ne fakti që prapë po e përmendi Këshillin e Evropës një herë, fakti që nuk e humbëm shansën në momentet finale vendimtare, ka të bëjë me refuzimin për të zbatuar këto detyrime që i ka marrë Kosova. Dhe në këtë drejtim do të asociacioni në këto rrethana aktuale, në bazë të këtyre koordinatave aktuale, jam i bindur që edhe kryeministri Kurti është i vetëdijshëm, do të thotë që nuk mund të lëviz përpos ndonjë takimi bilateral për ta inkurajuar sa i përket saj, përpos ndonjë takimi bilateral që mund të ketë me ndonjë diplomat perëndimor apo për shëndetjeve momentale, nuk mund të lëvizë dhe nuk mund dal Kosova nga pozicioni dhe rrethi në cilën ndodhet sa i përket agjendës evropiane në raport me fillimin e procedurave për dërgimin e draft statutit të asociacionit në gjykatën kushtetuese dhe më pastaj 51.1%. Kush po e sfidon Kurtin në gjithë këto vite, askush nuk e sfidoi. Kush e pengon Kurtin që ta zbatojë asociacionin nga fillimi në fund? Në bazë të gjendjes së tashme. Kush e pengon? PDK? Jo. DDK? AK? Jo. Kush e pengon? Jo, nuk është që Ku është problemi? Po, jo, nuk është që pengesat e këtu mirë, po e pengon vetvetja e pengon. Këtu është raporti problematik që e ka me vetveten, sepse ajo që është vretër në mënyrë të vazhdueshme, nëse nuk ka tash nevojë këtë, sepse ajo që ka ndodhur një herë, shihet qartë që Albin Kurti lufton mas të madhe që zbatimin e çdo detyrimi apo obligimi që e ka fillimisht i paraprin nga fitoria e narracionit të brendshëm elektoral. Dhe këtu në këtë pikë ende ka sfida, edhe këto krizat brendshme kemi diskutuar shpesh, edhe këto krizat brendshme politike janë të lidhura me këtë. Madje ka edhe spekulime. Ka spekulime, nuk mund ta them me përgjithësi të plot, mirë, pa ajo që kam lexuar dhe në media ka spekulime që njëra prej arsyeve pse kanë lindur mosmarrveshjet me familjen Jashari për kandidimin e njërit prej përfaqësuesve të tyre si president konsensual, kanë të bëjnë pikërisht me temën e bashkësisë komunave, të cilat të njëjtit nuk janë pajtuar që ta kenë këtë rol. Do të rolin e presidentit në një kohë kur ekzistonte frika se kapitali simbolik dhe simbolik dhe heroik i asaj familje do të përdorej për ta neutralizuar kritikën e brendshme politike dhe publike në raport me zbatimin e këtij detyrimi. Sjellja thuajse gati e ngjashme dhe identike me mënyrën se si ka vepruar. Pra janë sjelljet në kaluarën, që na e qartësojnë mënyrën se si të sillet edhe në të ardhmen. Sjellja se si ka vepruar me fatin e të pagjetur. Ne e dimë qëndrimin e refuzues të Kurtit, se si Kosova as nuk guxon të shkojë në negociata pa zbardhjen e fatit të pagjeturve, pa rikthimin e trupave të tyre në Kosovë. Ky duhet të jetë kusht i domosdoshëm për çdo hap tjetër dhe me të ardhurën në pushtet veprimi i parë që ka bërë ka emëruar në atë pozitë djalin e
u kshin hotit I cili pashtë nuk dihet asgjë. Kosovë 51.1% njerëzit janë informuar që Kurti gëlltiti të gjitha zotimet, të gjitha fjallat që kishte thënë si hero opozitar. Nuk dija e ngëlltitur plotësisht, sepse po t'ishin ngëlltitur. I gëlltiti Kurti. Jo, njerëzit e Jo, njerëzit ishin ndjeni, mediat raportuan tërkohën. Procesi po dëshmon, por Kurti në teren po e fiton betejën. Mendoni që halli vërtet I madh I Kosovës është vërtet asociacioni? Dëgjoj, Rit, në planin juridik kjo është çështje, jo, nuk se sa qytetarë të Kosovës, nga shumë qytetarë të Kosovës që dalin në rrugë të kryen ngritjen, po them, për ta mbrojtur Republikën. Kjo është tash temë tjetër. Ne nuk kemi indikacione, as nuk kemi hulumtime të opinionit publik që e konsiderojnë. Njerëz po e dinin që është e mundur që një politikan t'u thot njerëzve, Washingtoni është adresa armiqësore e Kosovës, pjatën të keqën Kosovës dhe përsëri në kutit votimit del që I merr 51.1%. Nga një dimension pe trajtoj. Po, sepse ka triumfuar narracioni I tij që këtë është duke bërë, se ka triumfuar narracioni I tij sepse këtë është duke bërë mos liu kompromisin në raport me Kosovën për përfitimet e Serbisë. Nëse narracioni I tillë fiton, po fitoj ka dhe narracioni rus. E kinez që Kosova cili është narracioni tjetër jo. Cili është narracioni? Jo, nuk shpjegohet kaq lehtë. Nëse fiton ky narracion, të ky habitat kulturor fiton edhe narracioni pse Kosova do të më konë me ruse me kinez, bro. Jo, atëherë si të shihet Amerika mësore. Dëgjoj, është problem tjetër. Dëgjoj. Diçka ka një problem kulturor kjo shoqëri. Nuk është vetëm puna bindjes. Është punë perceptime, është tash problem tjetër, pse ky e përdor këtë narracion për përfitimet e tij elektorale. Në politikë fitohen betejat janë vetëm narrative. Betejat janë narrative. Fitoria e këtij narracioni. Cili popull po flet? Një popull që lirin vulën e lirisë ka prej bombave të Washingtonit. Po, dëgjoj, askush nuk po e konteston ata. Mirë, po fitoria, kjo fitore narrative tregon që narracione tjera do thot janë të vakta në shoqërinë tonë. Do t'i kanë krijuar komoditet politik dhe elektoral këtij narracioni. Ky nuk është problemi I Kurtit. Është problemi I tjerëve. Ata që dëshirojnë ta sfidojnë Kurtin duhet ta angazhohen dhe ta demantojnë para qytetarëve. Ata që ndanë në luftë civile thonë. Luftë civile jo. Ftoi luftë civile, ftoi gjak Kurti. Ftoi gjak. Jo, nuk është betejë politike. Sulmoi ftesa aty publike në opozitë ishte e janë të konfrontohemi ka solli. Nuk është betejë politike, nuk është betejë politike vetëm në këtë drejtim. Do thotë betejë politike nuk është vetëm në këtë drejtim. Ekzistojnë metoda. Si shpjegon sulmet e policëve dhe çdo institucioni tjetër, shtëpinë sulme ndaj ish-kryeministit Mustafa, çdo gjë tjetër po e bënte për të krijuar përshtypjen e mundësisë një konfrontimi shoqëror. Po nuk e ka bërë vetëm Kurti. Po, kush e ka bërë tjetër? E ka bërë së bashku me Ramush Haradini dhe Albin Kurti. Po prandaj, unë po flas sot për zotin Kurti. Nuk e ka bërë vetëm Kurti. Unë të garantoj ty që kur Albin Kurti pa infrastrukturën e Ramush Haradini dhe Fatmir Limet nuk ka qenë gjendje ta bëjë çfarë sen. Sepse zoti Kurti as nuk ka kapacitetet e duhura paramilitare të ushtrojë aksione të tilla pa ndihmën e këtyre njerëzve. Këtë duhet ta dinë çdo qytetar të Kosovës. Nëse nuk kam qenë pjesë e këtyre skema, unë ty ta garantoj. Janë sjelljet e këtij ish leadershipi politik që ja kanë krijuar terrenin për këtë favor absolut të Albin Kurtit. Dhe të njëjtit ose duhet të largohen nga skena, ose duhet të aktivizohen mirëfilli politikisht për ta luftuar derin. A pajtoni që Kosova ishte në buzë të atij konfrontimi? Po ende ne po I vujmë pasojat e asaj. Prandaj e përmend 2014. Po ne ende jemi më në konsideroni si edhe të mençur sjelljen që në atë kohë kishte bërë zoti Isa Mustafa, zoti Thaçi Tazëm ose të tjerët që ju shmangën skenarit të konfrontimit. Po zoti Thaçi e ka forcuar kryeministrin Albin Kurti. Pa ndihmën e Hashim Thaçit për herë të parë për të krijuar terren për të fituar në Prishtinë, Albin Kurti kundër Isa Mustafës, një politikani të jashtëzakonshëm, Albin Kurti nuk do t'i merrte hapat e parë fillestar për të futur në institucione. Mos harroni në politikë brenda natës nuk bëhen gjërat. Kështu na mëson historia e njerëzimit. Dhe në këtë drejtim ekziston përgjegjësia e këtyre partive politike. Dhe sot ku jemi ka Dhe sot ku jemi që gjithë këta lider politik paraprak kanë për shkak të frustrimeve ndërmjet vetit dhe për shkak të urrëtieve ndërmjet vetit në mënyrë të tërthart kanë ndikuar në fuqizimin politik të Albin Kurtit. Kush më shumë kush më pak. Kush më pak e kush më shumë kret kanë ndikuar. Ata nuk mund të arsyetohen para opinionit publik se nuk e kemi ditur se çfarë janë qëndrimet e Albin. Ato kanë qenë të ditura publike kanë qenë. Nuk mund pres të sjellje tjera në raport me SBA, në raport nga një diskurs narrativ që e ka mbrojtur I njëjti. Gjithë ka pak
kanë kontribuar duke i krijuar terren. Prandaj edhe po heshtin sot. Prandaj edhe po heshtin sot dhe janë po heshtin dhe nuk kanë kredibilitet të mjaftueshëm politik për ta sfiduar Albin Kurtin. Dhe ne kemi ardhur në këtë situatë sot, do të nuk është e rastishme ku personi i cili futet nën sanksionime ndërkombëtare, ndërpritet dialogu strategjik nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i fiton 50%. Kosovë paramenon një Dhe i fiton 50%, i fiton 50% personi i cili i ndërpritet pak muaj para zgjedhjeve dialogu strategjik. Kjo nuk është rastishme. Sociologjik ka thënë se është mund të lëviz elektorati votuesi kështu. Bie nën grackën e një platforme politik narrative, po them, ku nesër po shkojnë në paralele ekstreme ka solli, në paralele ekstreme. Të bindet kjo shoqëri se SBA dhe Bashkimi Evropian po i dojnë të keqin Kosovës, let mund bindet edhe nga një adresë tjetër, po u gjet një politikan për rusit ose kinezët, për Iranin ose këtë tjetër, ka solli. Po u gjet një politikan që manipulon këta njerëz që fiton narracioni, let mund bindet. Absolutisht, po ka ndodhur në historitë njerëzimit që mund ndodhin këto. Mu më interesojnë vetëm dinamikat e brendshme politike. Dinamikat e brendshme politike se çka ndikon që një ofertë të shndrohet në ushqim për masat e përgjithshme shoqërore. Për mua këtu është qëllimi i analizave të mia politike. Pra pse ndikon që kjo ofertë jetë kryesore dhe të ketë supremaci në raport me alternativa tjera politike. Dhe këtu po flas me burime edhe studimore. Të gjitha studimet që janë kryer edhe në vendet e Bashkimit Evropian është vërtetuar që kur subjektet tradicionale politike në një moment të caktuar të dobësisë së tyre kanë bashkëpunuar me lëvizje populiste. Kjo është e vërtetuar shkencërisht, kanë bashkëpunuar me lëvizje populiste, nga kalkulimi për ta dëmtuar këtë të fundit ka ndodhur e kundërta. Janë dëmtuar parat, ju është thyer në bumerang ky bashkëpunim sepse kanë humbur kredibilitetin para votuesit të tyre, para kredibilitetin para votuesit të tyre në raport me një lëvizje të caktuar populiste. Pra kjo është trend sociologjik, kjo është një farë lloj ligji sociologjik i cili dashtëm ose s'dashtëm është reflektuar edhe në Kosovë. Ndër arsyet kryesore të diskreditimit të vazhdueshëm të subjekteve tradicionale politike që sot i bën të pa fuqishme në raport me këtë qëndrim politik që për mua është në sens logjik antishtetror, është prapë them, ta qartësoj pozicionin vetëm për dinamikat e brendshme politike jam duke folur, ka të bëj edhe me këto kalkulime të gabuara të ish leadershipit politik duke shpresuar se taktikisht duke shfryzuar Kurtin kundër njëri tjetrit, në fund e kanë shtruar terrenin që ta rënojnë kredibilitetin e tyre politik dhe duke ashtruar vetëm alternativën terrenin përfitore vetëm alternativës së Albin Kurtit. Tash sa është kjo shtetërore, nuk ja vlen as diskutohet, sepse është në sens logjik në këto rrethana, do thotë jo në këto rrethana, po në rrethana të vazhdueshme të kalkulohet e të thuhet që ne mund të përfitojmë si shtet nga raportet antagoniste në radhë parë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me partnerë të tjerë. Do ta presim ditëve të ardhshme nëse Kurti merr ndonjë ftesë nga udhëheqësit evropian, mbas edhe nga Washingtoni atje për kursin konstruktiv politik tash në proces normalizimit të dialogut me Bashkimin Evropian, ndonjë aranzhman të ri të takimit midis tij dhe Vučić në Bruksel. Nuk e dim atë, por procesi atje nacion. Ndëgjoj, takime të këtij niveli edhe mund të ketë. Ta kompenzoj rolin e zonës osmane në po është nivel të imazhit. Takime të këtij niveli nuk përjashtoj që mund të ketë. Mirë, po në drejtim të zhbllokimit të situatës në cilë ndodhet Kosova nuk do të ketë. Absolutisht ne do të sillemi përsëri nga ajo që quhet rreth vicioz, por atë shkollë sa nuk mirën veprime më domethënëse në raport me këto detyrime që i ka pranuar Shteti i Kosovës me përparësi ndërkombëtare, jo Albin Kurti si kryeministër apo kushdo qoftë, do të thotë ato janë obligime të Shtetit të Kosovës, të thëna tekstualisht nga ndërmjetësuesi për dialogun e të cilat tashmë janë adresuar edhe në organizatën e Kombeve të Bashkuara në përputhje me rezolutin e vitit 2010 kur mbi cilin ka filluar dialogu për normalizimin ndërmjet dy vendeve që
Kosova pa dhënë sinjale të qarta në drejtim të zbatimit konkret të këtyre detyrimeve në planin institucional dhe strukturor nuk do të ketë ndonjë Base po përgatitin e takim shpejt dinamik, siç është thënë edhe nga Bashkimi Evropian, që të vijoj dialogu në një takim nivelit të lartë udhëheqësve të Kosovës dhe Serbisë. Po dialogu është paqe edhe ka vazhduar, dialogu edhe kishte vazhduar. S'ka ndalur ne. Nuk është ndalur asnjëherë, tjetra është ky veç për të krijuar një imazh sepse tashmë është e qartë marrëveshjet janë dakorduar. Nuk kemi më këtu dialog për marrëveshje të reja ndërmjet të dy vendeve. Çdo dialog që mund të bëhet ndërmjet të kryeministit Kurti dhe presidentit Vučić është vetëm dialog për ta dinamizuar zbatimin e këtyre detyrimeve që kanë marrë dy palët në procesin e dialogut me marrëveshjen e famshme bazë Bruxellit dhe aneksin e zbatimit të Ohrit. Pra jemi brenda këtyre detyrimeve dhe nëse ka ndonjë takim të këtill mund të jetë vetëm një impetus për shpejtim të zbatimit të detyrimeve që janë qarta, se jo që mund të ketë ndonjë marrëveshje të re ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Të falenderoj për Kasolli për analizën. Nesër do të flasim besoj për ftesat që po bën Kurti përsëri ndaj partive politike që t'i takoj për t'i lutur e janë ta shpëtojmë Kosovën. Kosovën politike. Normal do të bisedojmë nesër për këtë temë, por mjerisht, sikur në këto që diskutuam paraprakisht, edhe në këtë rast jemi brenda të njëjtës skemi. Kjo fatkeqësi do në këto rrethana që ne në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë ciklike do t'i rikthejmë të njëjtat modele të veprimit politik, që në sens ato mund të jenë profitabilje për një lider të caktuar, mirë po e shohim çfarë pasoja po prodhojnë për shtetin e Kosovës. Falenderoj edhe një herë, bëm pak replika. Absolutisht. Mirëseardhura. Ideja ime është që në analizë nuk guxon të shkputet backgroundi dhe gjenealogjia e një procesi, sepse ato lën gjurmë më pastaj ne si individ, do thotë, si individ ne mund të kemi edhe sjellje kontradiktore unë dhe ti si individ. Dëgjoj, si individ, mirë po. E sapo dal nga lufta, që ka përjetuar persekutimin me dekada nga një regjim tiran, edhe ky fundit i Serbisë. Prandaj shtoj pyetjen si është e mundur që disa udhëheqës ta manipulojnë rrëfimin mbi historinë. Kjo është pyetja. Se gjeneratat e reja është e vërtetë që linin me idenë e lirisë, një të nesër me tjetër e kështu me radhë, me pritje tjera pasi po. Hapia ime është si mund ta bini kontingjent kaq të madh të shoqërisë. Pajtohem. Kjo është hapia ime. Se këto në aspektin e politikë bërës ka ndodhur gjithkund po ndodhen. Një parim do thotë në çdo analizë politike duhet kihet parasysh. Çdo fitore e njërit është humbje e tjetrit. Arsyet pse kanë quar në këtë disbalans duhet t'i kërkojnë ata. Po. Duhet t'i kërkojnë ata që kanë humbur, pse kanë humbur? Jo, e kam fjalën për shoqërinë, për votuesin, për masën e rëndom që ai ishte dashur ta ketë një nerv reagimi, si do të qoftë, ndërdije, për shkak një trashëgimie, një përjavje të gjithë konceptit të Kosovës së lirë, Kosovës shtet. Ndëgjori, unë pajtohem këtë drejtim mirë, po tash ne jemi praktikisht brenda kësaj skeme ku ky racion është dominues. Dhe nevojitet angazhim i tjerëve për ta neutralizuar. Për ta neutralizuar. Vetvetiu nuk ndodh. Në politikë nuk ndodh asgjë vetvetiu. As fitoria e Kurtit s'ka qenë 20 vite vetvetiu, as tjerët para Kurtit vetvetiu nuk kanë ardhur në pushtet, është një proces gradual dhe tash. Ata erdhën në pushtet, lëvizën nga pushtetet dhe Kosova mbeti në stagnim, në një kthim stagnimin e marrëdhënieve ndërkombëtare. Kjo bilanci. Pajtohem. Nesër shihemi Kasolli. Patjetër. Lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.